Disa shenjat të horoskopit përhyjnë në një fazë ku çështjet financiare marrin drejtim pozitiv. Nuk bëhet fjalë për fat të rastësishëm, por për kombinime së përpjekjeve të mëparshme, vendimeve të zgjuara dhe mbështetjes së yjeve, ja cilat janë shenjat e horoskopit që kanë avantazh real në paratë dhe stabilitet ekonomik. Demi është një nga shenjat më të favorizuara në aspektin financiar. Pas një periudhe ku ka punuar shumë dhe ka ndërtuar me durim, tani vjen momenti i verifikimit dhe shpërblimit. Projekti që ka nisur më herët fillojnë të japin rezultate konkrete, ndërsa çështjet të lidhura me pagesa, rroga ose fitime shtesë marrin përgjigje pozitive. Edhe pse mund të ketë një lodhje të lehtë fizike, kjo nuk ndikon në ecurinë ekonomike. Demi ka aftësinë të menaxhojë mirë paratë dhe të shmang rreziqe të panevojshme. Fitimet nuk janë të shpejta, por janë të qëndrueshme dhe të sigurta. Akrepi. Për akrepin hapen mundësi të mëdha për rritje financiare, sidomos nëpërmjet marrëveshjeve, investimeve ose çështjeve të lidhura me pasuri, edhe pse mund të ketë disa vonesa në dokumente ose në mbylljen e kontratave, rezultati final është në favorin e tij. Akrepi ka intuitë të fortë dhe e di kur të presë dhe kur të veprojë. Paratë vijnë përmes zgjuarsisë dhe strategjisë, jo rastësisht. Kjo është një periudhë e mirë për të planifikuar blerje, shitje ose për të hedhur hapa të rëndësishëm ekonomik që do të japin fryte në javët në vijim. Briciapi është ndër shenjat më të forta financiarisht në këtë periudhë. Yjet e mbështesin në punë, në karrierë dhe në çdo nismë që lidhet me stabilitetin ekonomik. Mund të ketë vlerësime, shpërblime ose mundësi të reja që rrisin të ardhurat. Aftësia e briciapit për të planifikuar dhe për të menduar afatgjatë bën atë fitues. Edhe nëse paratë nuk vinë menjëherë në dorë, baza për rritje të qëndrueshme financiare është vendosur. Kjo është një kohë ideale për të ndërtuar siguri dhe për të menduar për investime të mençura.